Tirana kishte I varg xhamiash. Aty ku është 15 katëshi, u vendos kisha e dytë ortodokse që kishë e madhe, që u bë për komunitetin ortodoks. Tirana ka dhe I kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e Shkodrës. Qyteti I Tiranës ishte pjesë, flasim para vitit 1912, pjesë e vilajetit Shkodrës, qyteti I dytë nga madhësia. Ditën e njëjtën, të gjithë fëmijët e medreseve në Tiranë nxirreshin për hapnin tezgat në pazaret vjetër dhe bënin tregti. Ti shoh xhamiat e Tiranës, të gjitha kanë qenë tepër të bukura. Të nderuar miq, rikthehemi përsëri me vazhdimin ton të rrugtimit historik, si gjithmonë me profesor Gimin. Është kënaqësi e madhe që të kemi mes nesh. Sot do të bëjmë një lloj trajtese se herës tjetër krejt natyrshëm erdhëm përfunduam tek Tirana. Edhe sot do të fokusohemi tek Tirana, do të hedhim pak dritë mbi ato rrugë, mbi ato objekte, mbi ato lagje që sot shumë kujt në Tiranë I mungojnë, pra nuk është më Tirana si ka qenë. Edhe për fat të mirë kemi profesor Gimin që ka një memorie të gjallë, edhe inshallah me lejen e Zotit do të na sjellë një panoramë të pastër edhe të qartë të Tiranës që tashmë sot na mungon. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Edhe faleminderit për të ndalemi tek Tirana. Tirana e vjetër, që të paktën që kemi lexuar se unë se maj mend, janë ca emra lagjesh që sot ndoshta na duken të habishme, Sulejman Pasha, lagja e re, Ali Bey etj. Mund na sjellësh një panoramë të atyre lagjeve, po të njëjtën kohë edhe transformimin përse u bën në njësi 1, 2, 3. Qyteti I Tiranës ishte pjesë, flasim para vitit 1912, pjesë e vilajetit Shkodrës, qyteti I dytë nga madhësia. Dhe ka qenë qytet I bukur, domethënë, qytet I gjelbëruar. Dhe kishte një qendër që quhesh Pazari I Vjetër, që një nga pazaret më të bukura të vendit tonë, po që në luftën e Tiranës 1944 u dëmtu mjaft, sidomos pjesa perëndimore e tij. Qyteti I Tiranës në atë kohë, në fillet të vitet I 1910, ishte qytet që mund kishte rreth 8 deri në 10.000 banor. E ndame në disa lagje. Lagjet përtej lanës, në drejtim të në pjesën lindore, ishte lagja Xhami Sherif. Dhe që ndahesh në 2 mahallë, tabakët dhe terzit. Terzit. Edhe ura terzive dhe ura tabakëve. Me 2 ura, tabakët dhe terzit ishin lagje të fuqishme dhe që kishin një farë autonomie nga pjesa tjetër e qytetit. Edhe si esnafe kanë qenë të fuqishme, esnafe tabakëve dhe esnafe shumë të fuqishme. Kjo që është xhamia, e cila ishte grumulluar kryesisht rreth xhamisë tabakëve dhe xhamisë Balit ose xhamisë Sherifit Shikmatutje. Xhami që janë zhduk me kohë. Pra, njëna merresh me trajtimin e rrobave të lehta, ato që ishin, dhe tjetër me prodhimin e lëkurës dhe krimet nafshit. Po Tirana ka qenë e famshme për nafsh. Po. Mas lanës fillonte pjesa të Pjesa e parë e Tiranës që ishte pak përtej lanës, aty ku është sot partia, Lënësia e Partisë Demokratike, filleshin sarajet e toptansvet, të Esat Pashës e të tjerë, deri. Mas aty, kjo pjesë ishte pjesa më e mirë e Tiranës, duke përfshi edhe një pjesë të rrugës që është përballë parlamentit. Ato ishin familjet, ata që vëshin aristokracinë e Tiranës. E Tiranës, më të vjetër. Pra, Jelt, me në disa familje. Pjesa tjetër, ndaheshin, njëna mas tjetër. Para ishte lagja Sulejman Pash, aty ku është Pazari I Ri e deri në sipër. Pastaj Abdullah Bey, pastaj Ali Bey. Edhe lagja tjetër ishte lagja e re, është aty, ose mahallja e re që theshin, dhe lagja
Ibrahim Efendi. Këto lagje vazhduan të jenë të tilla deri nga viti 1946, kur u bë ndryshimi i plot edhe i rrugëve, emërtimi i rrugëve të hoqën emrat atyre që i takonte, edhe vendosën emra të tjerë për të cilët bëhet një pjesë e madhe aty në janë kot. Pa identitet. Kanë me vetëm disa pak rrugë me emrat ca patriotëve të Tiranës. Lagja që nga viti 1880 që me qenë që u rrit popullsia e Tiranës, u bë pjesa në perëndimare e Tiranës që quhet Lagja e Re. Ajo ishte çik më moderne, me një farë trajtimi urbanik, dhe ta shohim që ajo pjesë objektet e kultit i kishte nuk kishte, vetëm tek rruga që i thonë sot rruga Asim Vokshi, ishte xhamia me të Firës, është shkollë tash. Në pjesën tjetër, Tirana kishte i varg xhamiash, po të flasim herë për komunitetin. Në Tiranë, përveç qytetarëve të Tiranës, nga viti 1770 erdhi edhe një komunitet të vlehësh, që u vendos në qendër Tiranës, edhe aty ku është komiteti qendror sot, që i thëshin neve stanët e gogëvet. Gogë i thëshin vlehëvet. Ato kishin stanët dhe qyteti i Tiranës i lejoi që të ndërtojnë kishën e parë të kishën e Shën Prokopit. Ku ka qenë aty ku është presidenci? Aty ku është komiteti qendror. Mes rrugës pa. Dhe pastaj aty ku është 15 katëshi, u vendos kisha e dytë ortodokse, që kishë e madhe, që u bë për komunitetin ortodoks. Nga viti 1880, për komunitetin e vogël katolik që kishim këtu, u bë prap aty ke rruga që mas 15 katëshit, i kishe vogël katolike, sepse komuniteti katolik në Tiranë ishte 7-8 familje, edhe familje. Tashti çdo lagje kishte objektet e vetit të kultit. Pjesa, i thash, e tabakëve, ajo zona lindore, kishte për xhamin e tabakëve, xhamin e Tetovës, që ishte xhamia e Tetovës, kishte funksion tjetër. Përveç faljes aty, në periudhën nga maj deri në shtator, gratë, familjet bëshin piknik. Si vend shumë. Dhe unë kam qenë vetë dëshmitarit të në bashkë me nanën time me ato, ku çdo mhalle grumbullohesh rreth rrotull. Ka pas obor të madh si xhami. Shumë të madh. Aty ku është shkolla Kushtrimi i Lirisë. Pra xhamia e dytë ishte ajo, xhamia e Balit, edhe xhamia, që thash xhamia e Sherif. Me qenë që ekonomikisht ra fort ajo xhamia e zona e Terzive, se u shkut njeriu nga veshjet e traditës që janë tjetër në fotin, edhe popullsia aty filloi, ishte në pjesët e para që u inundu, si theme, nga qytetarët tjerë nga Shqipëria, dhe me vetëm xhamia tabakëvet, e cila u rujt deri tërmeti vitit 1922, zjarri 1922, po qytetarët e lagjes, e mhalles pra tabakëve që ishin, e rindërtuan për të rezistuar deri në vitin 1967. Kur filloi ajo. 1967 e kthyn në një vend ku bësh për atë praktikat Orkestra Femore e Tiranës. Për te Lanës, pra fillon xhamia e Haxhet Hembeut, xhamia e Karrapicit, që është prish kurba bulevardi, xhamia e madhe, pra xhamia më e madhe e Sulejman Pashës, që kishte edhe tyrbën e Sulejman Pashës, xhamia e Stërmasit në Bazar të Vjetër, xhamia e Metfirës, të ku është shkolla e Sami Frashëri. Në Pazar të Ri u ndërtu xhamia e Kokonozit, përdet i pasha i Kokonozash, sipër ishte xhamia e Zajmit, edhe xhamia e Bërxollit, xhamia të bukura,
Dhe përfundonte me xhamin e shehut vogël, sheh voglit, aty ke rruga Vllazën Huta. Ajo prish dhe u baj xhami provizore, në ke rruga Qemal Stafa, xhamia me Tene Qeqi thëshin, që kishte në patronazh komuniteti Dibran. Të gjitha këto xhami pra me përjashtim të xhamis Haxhet Hembeut, i nënshtruan pra politikës ateiste të shtetit shqiptar të asaj kohe. Përbashkë me të kishte edhe një varg teqesh. Pra teqet shumë tjetër. Teqja e parë ishte teqja Sulejman Pashës, që ishte edhe mezari, E dyta ishte teqja e halvetive. Aty ku është pazari vjetër që e kanë prisht ashtu. Teqja e Harasanëve në fund të rrugës, Bedri Harasanit, po teqja Harasanëve, teqja Sheh Tabakut, teqja e aty mbrapa bankës, Kubatit. Teqja Sheh Kubatit, kishte edhe një dy teqje të vogla që ishin pa peshë të madhe, siç është Zhervish Hadigjeja, edhe i teqje e vogël atë rrugën tek rruga Dibrës, teqje e vogël pa. Këto me përjashtim të teqjes së Kubatit, që u konsideru si monument kulture, se është shumë i vjetër, të gjitha u prishën. Pra, Tirana deri në vitet 1925, me përjashtim komunitetit Dibran që erdhi në vitin 1913, pak kishte komunitet huj. Mas i bë 25-ën që bë përfundimisht kryeqytet, filloi ardhja kryesisht e njerëzve, nënpunësve, oficerëve, edhe familjeve që kishin interes, tregtar, intelektual. Punët në Tiranë u grumulluan pjesa më e mirë e intelektualëve të shqiptarës, sepse ishte edhe vetë kryeqyteti. U hapën edhe shkollat e para, gjimnazi, teknikja, shkolla normale e vajzave, ku u përgatitën edhe, si më thënë, kuadrët e para të teknik shqiptar, arsimit shkolltar, edhe gjimnazistët, cilët më të u kualifikuan ose u shkolluan në vendet e tjera të Evropës. Sa periudhë i përket edhe themelimi medreses, në 1925. 1928, pra me qenë që u prish xhamia e Karrapisit, shteti u prish edhe kisha e Shën Prokopit. Dhe shteti i kompensoi, lejoi që të bëhet kisha e Shën Prokopit, dhe mësoi vetë shteti në ke kodrat e liçenit aty, dhe medresen moderne, aty ku është si kompensimi i xhamisë. Dhe medresja ishte shkollë moderne për kohën, me një ekip mësuesësh e pedagogësh të përsos, dhe nxorrim mjaft kuadro, jo vetëm të fushës religionit, fesë. Normal, intelektualët e parë, pra medreseja formuar. Profesor, tek medreseja inshallah do të dalim më vonë. Dalimi tek kjo, po të shofish, unë kam lexuar një kështu më zhduk interesante, komunizmi fillimisht u interesu, pra u përqendru tek zhdukja e materiales. Pra zhduku këto objektet me tepër rëndësi, që dashje pa dashje krijonin lenin gjurmë në subkonsciencën kolektive. Më vonë pastaj u mor me shkatrimin e shpirtërores. Pra që është zhduku. Tashim vazhdit kësaj, një përmendem emrat e lagjeve. Pra kjo zëvendësimi i lagjeve, njësia numër 1, njësia numër 2. Lagja, unë vendosën lagja Alidemi. Se që kishte Alidemi me atë lagje nuk e di. Po pra po shtemër njeriu. Po kur thu lagja numër 1, mu më duket një lloj paralelizmi me këtë prindi 1, prindi 2 që po bëhet sot. Të shti të dalim ke objektet e kultit. Në xhamia e Sulejman Pashës, me qenë që ishte zona kryesore që u bën luftime, u dëmtu mjaft. Por minarja edhe një pjesë e mureve të saj ishin. Tregtarët shqiptar ishin gati ta rindërtoj.
u dha urdhën të zhduket me shpejtësi. Brenda Edhe natës. gurët të shunë ke xhamia Tabakvet, gurët e themelit një tjetër. Shpëtoi xhamia që të mbeut, sepse tregtarët, po kryesisht një tregtar ortodoks që vdiq në burg, pastaj, ai dha sasin e pare për ndërtimin e xhamisë. Ishte edhe gjallë edhe një mjeshtër i talentuar. Unë e kam pa me sytë e mi se ishim të vegjël, se si gdhendeshin poshtë edhe montoheshin. Ai xhamiat e tjera me kalimin e kohës, sidomos 67 nuk zhdukën. Po s'duken, s'lan gjurë. Ajo e pazarit për xhamia e Stërmasit u zhduk si të bë pallati kulturës. Xhamia e Metfirës u bë shkolla Sami Frashëri. Xhamia e Kokonozit u bë depo e duhanit. Kemi heknet, depo ato duhan që nuk shitesh. Pra, me që ishte jashtë përdorimit, putesh në aty. Xhamia Tabakvet po ashtu. Të gjitha xhamiat tjera, xhamia e Zajmit ishte shumë e bukur, bashkë me të Bollzollit. U prishën që të ndërtoheshin pallate për banimi, po objekte banimi. Kështu që nga gjithë ajo trashëgimi meti, ashtu siç duhesh vetëm xhamia e Arçit e Mbeut, që ishte objekt i klasit parë dhe ishin në harmoni edhe me sahatin. Kompleksiteti që po. Po kjo ishte ndërtuar në atë bend të mirë që gjithë pazari orientohesh, se ishte pujtë, orientohesh nga sahati i madh. Edhe sahati duket se ka një tipologji është pak si ndryshe nga sahatet e tjerë ndërtuar në Shqipëri. Ka, edhe ky ka qenë si ato. Për në vitin 1929, vendosën të japin stilin venecian, të japin formë ndryshe. Jam dhani formë, po që është e pëlqyeshme dhe e bukur. Po, e qëndrueshme edhe sot. Në luftën e Tiranës, sahati u dëmtoi shumë, por u zëvendësu morën në sahat në një nga kishave të katolike atje dhe vendosën. Edhe ai pati jetë shkurtën, dhe tashti është vendos ashtu si mas nevojeve të kohës. Po. Tek pazari, profesor. Pazari i vjetër. Ti e theksove që ka qenë një ndër pazaret më të mira. Pazari i vjetër ishte një pazar karakteristik. Unë nuk e maj men, po ato para thajt në të mi, kalonte një ujë që vite nga Medresja, kalonte rrugën e Dibrës, pastrohesh pazari, edhe derdhesh në lanë, aty ku është Parku Rinia sot. Sot, po. Para se shkonte aty ku është pallati i Kacelit, mrapa aty ishte thertoria. Edhe lahesh ajo aty. Pra, mjes për mjes pazarit e Tiranës që ishte ndryshu, i vendos gjithë me kaldram të bukur. Lahesh nga njerëz që ishin për atë punë. Nga snafët, po. Dhe ishte nda me pjesë. Pjesa, kur futesh, ishte pjesa e kovaçëve, të farktarëve. Fillim. Pastaj ishte rrugica e argjendarëve. Rrugica e argjendarëve me kalimin e kohës mush kryesisht me argjendarë të ardhur nga Peja, katolik. Po dhe disa argjendarë Tiranas ose Shkodran. Po, e farktarëve. Pastaj vishin marangost, argjendarët, ato, qendistarët e rrobave kombëtare. E kështu me organizim të ndahme. Sipas profesioneve. Dhe në 3 vene në pazar, pra aty ku futesh i pazari i parë, i dytë ishte pazari ke Kodra Lit, që thëshin, në kod, familja Kodra, ishte pazari i madh aty, dhe një që ishte në pjesën lindore, aty ku ishin lak kurdari, ishte berber, po merresh edhe me shërimin e kockave. Lak kurdari ishte mjeshtër i talentuar i kockave. Për kockat. Edhe qeleshet gjithë. Ato që shitëshin kryesisht ashtu aty pjesa që bash me qenë që bash pazari, shitëshin enat prej balte, e robe tjere tjetë. Në këtë pjesë e pazarit, në vitin 1944, u dojq, në kohën e luftës, pjesa lindore u dojq. Pjesa perëndimore, meti, por
Edhe ajo i kishte ditë të pakta. Po se i erdhi shumë shpejt valja e shfarosjes. Edhe ja po e konsideruan objekt të korrupsionit, të mbrapamjetjes Pra ishte periudha e zhdukjes materiales, pastaj shpirtërores. Dhe me ardhen e Krushevit këtu, për hatët të Krushevit, pazari u prish dhe të bëhesh Pallati i Kulturës. Prishën një objekt jashtëzakonisht, ashtu siç edhe i Shkodrës. I Shkodrës. Fati që meti gjallë edhe i Elbasanit. Pallati vetëm i Korçës. Vetëm ai meti. Edhe Gjirokastra. Profesor, unë kam lexuar një dëshmi të Ali Emirit. Ali Emiri ka qenë një inspektor i Perandërisë Osmane, financave, që ka ardhur në Janin edhe për vilajetin e Janinit e vilajetin e Shkodrës në vitin 1896. Ai ka qëndruar disa muaj. Edhe e përshkruan Tiranën me nota shumë pozitive. Edhe një ngjarje që me që jemi te pazari i Tiranës, thot diçka, thot një fenomen që më ka bë përshtypje, thot që nuk e kam gjetur në asnjë vend tjetër, thot, që ai ka shëtit domthon gjithë Perandërinë. Pra detyra që ka pas, që ka mundsuar që ti pa imagjinon në Tiranë, pra në vilajetin e Shkodrës ai ka ardhur nga Vani, pra imagjinon nga ekstremiteti në ekstremitetin tjetër. Thot që ditën e njëjtë të gjithë fëmijët e medreseve në Tiranë nxirreshin për hapnin tezgat në pazar të vjetër dhe bonin tregti. Pra, njëjtën kohë thot ju mësohesh edhe snafllëk, pra se si të bëjnë tregti, po njëjtën kohë me të ardhurat që bonin i jepnin sadaka, po ju mësohesh edhe ana bujarje, pra bujaria apo fisnikëria e tyre, se si të kontribuojnë për shtresat në nevojë. Po njëjtën kohë edhe që më ka bërë shumë përshtypje, Tiranën e përshkruan si një zonë, si një vend me një nivel tepër të lartë fetar, kulturor, shpirtëror, sa që përmend një numër shumë madh poetësh. Ka. Ti shoh xhamiat e Tiranës, të gjitha kanë qenë tepër të bukura. Dhe ata tregojnë edhe nivelin e madh të kërkesave për objektet e kultit. Nivelin shpirtëror që kanë pas ato njerëz. Edhe teqet po ashtu. Edhe një pjesë e ndërtesave të qytetarëve, sigurisht ndërtesat ndërtoheshin si mas fuqisë ekonomike të një tjetër. Por të gjitha lagjet e Tiranës, popullsia, se në çdo vend kishte qytetarë të varfër. Popullsia e varfër me përjashtim të disa rasteve që ishte fatkeqësi, raste smundjesh epidemike, sidomos në vitin 1820 që lidhet me një epidemi të madhe të kolerës tonë në gjithë Shqipërinë, fukaret, domethënë jo vetëm që nuk fyheshin, po dhe respektoheshin. Të gjithë, atë simitja në Tiranë që është parur, sepse për të mos fyë të varfnit, parja ishte njësia më e vogël monetare e kohës, dhe që të blesh një simitje që kushtonte diçka, me parurin, pse bëhesh kjo? Që të mos fyhesh ai, mos ta ketë si sadaka, si falje, por që e ka ble. Po me shpim të ulët. Vitin të ditë të mira, Ramazani, natët e mira, Bajrami, një tjetër, pjesa dërmuese e varfnet trajtoheshin si të barabarë si të tjerë. Rehabilitoheshin. Dhe kontributi. Edhe shoqëria për Tirana, duhet kemi parasysh diçka ka qenë shumë e pasur. Pase toka e begat, pazari. Ishte shumë, sigurisht, niveli arsimor i Tiranës është si gjithë Shqipënia, hiq një Shkodër, për shumë një Janin, por këtu në Tiranë edhe shkollat turke, aty ku është parlamenti sot përpara, e maj menun të shkollën, mësojshin turqisht, po pak mësojshin turqisht, po mërën aty në hapën edhe shkollat shqipe dhe që drejtoheshin nga klerik musliman. Ali Kukaleshi që e hoqen, Ibrahim Dalliu, Hysni Dalliu, e shumë të tjerë, ato merreshin me mësimin e shqipës. Është interesant, du të përmend, unë kam gjetë një listë të viteve 1918, pra në kohën e Austrisë, dhe në vitin 1925. Në gjithë Shqipërinë, paktën në zona që ka qenë kontrolluar nga Austro-Hungaria,
Më shumë se 90% e mësuesve të parë, pra që kanë hap shkollat shqipe janë hoxhallar. Po, mashallah. Po, për shembull këtu Ibrahim Dalliu, Ali Kukaleshi, e disa të tjerë ishin hoxhallar. Për shembull kam një mjeshtër ka qenë, po gjys edhe hoxh praktik, vullnetar, si me thonë, ai merresh për hapjen e Elmas Karrili, Elman Meftiu. Hapesh me në arsimit shqip, edhe mësonte ku ishin rrethi i vet, kushëritë e vet, mahallia e vet, pa. Edhe ajo çudia më e madhe se këtu në Tiranë, se pjesa më e madhe aty në që përhapshin gjuhën shqipe ishin hoxhallar. Po. Edhe hoxhallar, jo ashtu, Me kalibër. po me këtë kalibrit, patriot, të cilët nuk ngatrojshin fen me komsin. Po. Profesor, Tirana shquhet, përmendëm me farë mënyrë drejt tash, edhe për fisnikërinë, bujarinë dhe qytetarinë që ka. Edhe ne shohim që sidomos në luftrat ballkanike, Tirana ka rehabilituar një numër të madh popullsie. Po edhe më përpara popullsitë që kanë ardhur nga Ballkani, nga luftrat që janë bërë, pra janë rehabilituar në Tiranë. Tirana ka qenë streh për shumë njerëz, sidomos për hallexhit, për njerëzit që ndodheshin fatkeqësi. Në vitin 1875 erdhën këtu familjet e para nga Bosnja. Edhe në Tiranë janë rreth 20-30 familje edhe sot që janë me origjinë nga Bosnja. Njihen ato. Pastaj fillon të vinë nga zonat rreth e rrotull. Në vitin 1913, duhet të thonë që kur erdhën toptanësit në Tiranë, u shkputën nga kryja shumë familje krutan dhe u bënë qytetar, edhe janë, si me thonë, në qoftë se të kapim Tiranën e para viteve të 20, ato bëshin 10 deri 15% popullsisë. Po. Në vitin 1913 erdhi komuniteti i madh i Dibranëvet. Që vendos tek rruga. Vendosën pa. Erdhën këtu edhe vendosën Tirana i dha troje, i dha stre, i dha ushqeju në fillimisht dhe i fali edhe i toket i trull të madh që edhe sot quhet lagja e Dibranëvet. Po. Pastaj në luftën e parë botnore u erdhën edhe shumë nga zonat kufitare, zonat e frontit në pjesën jugore, ka kavaja nga Pekini që nuk hikën. Janë hala ato të në Tiranë. Pastaj, kur u bë kryeqytet, tashti filloi atë ketë ato që erdhën në Tiranë ishin pjesa intelektuale, ato që detyrojshin shtetin, Korça, Gjirokastra, Dibra e Madhe, Shkodra, Libohova, Vlora. Edhe kështu që filloi dal nga dal qyteti të humbi atë, si më thënë, natyrën e tij qytet pa, edhe filloi të marrin ngjyra të ndryshme. Por deri nga viti 1945, se në 43 erdhën, në 42-43 erdhën mas luftës italo-greke, nga jugu erdhën shumë dhe nuk u kthyen më. Dhe në mas 45-s filloi qyteti i Tiranës ose qytetarët e Tiranës të kthehen dal nga dal nga shumicë në pakicë. E humbën. Dhe në vitin 1900, pas 90-s, Tirana është komuniteti më i vogël në vendin e tyre. Po, në vendin e tyre. Profesor, një ngjarje që pra që i ngelet e i shkon edhe natyrës popullsisë Tiranës është hapja e jetimores. Po. Pra si pasojë e gjithë atyre ngjarjeve që Kjo ishte viti 1916. Koha e luftës së parë botnore. Tirana ishte vija e frontit midis ushtrisë austro-hungareze dhe Italisë dhe Francës në zonën e Pogradecit të Korçës. Po Italian luftoheshin kundër austriakëve dhe lëvizshin nga lumi i Semanit deri tek Shkumbini. Nuk vinin dot më lart. Po tutje. Pra luftime të ashpra. Në Tiranë pati
nuk u moll viti 1916, mobilizimi i baktive, i kafshëve të punës, i kuajve të tjetër, edhe nuk u moll. Popullsia shpesh herë kërkohesh me shpejtësi në ndihmë të frontit, me dhunë, se ka lufte. Dhe kështu që filloi për 2 vjet radhë Zia e Bukës. Zia e Bukës. Pra, aty ku sprodhohet s'ka ç'hahet. Edhe pati edhe shumë viktima nga uria dhe nga smundjet. Ato komanda austro-hungareze u përpoj shumë, ishte dashamirësve nga Shqipërisë, u përpoj shumë të zbus të këtë punë, por ishte pa mundun. Dhe nga kjo fatkeqësi shumë fëmijë metën pa përkrahje. Tashti krye qytetari ose ai qytetari kryesor i Tiranës në atë kohë ishte Rauf Fico. Një personalitet i madh që gjinokastrit, një nga figurat kryesore të gjinokastrit, që ishte këtu një nga zyrtarët më të mëdhenj të bashkë me Abdit Toptanin. Dhe këti bashkë me i Hallullin, pra Zuber Hallullin, i shkojnë mendjet që të sakrifikojnë, t'i luten qytetarëve që ishin në gjendje të mirë, dhe këta fëmijë të mos vdesin, ose të mos meten rrugëve, dhe krijuan me 1917 strehen e parë vrapnore. Pra që është formu me dhurimin e pasurisë personale, pra nga fisnikëria e Tiranës. Edhe, për këte, të gjithë kanë kontribu. Biles, më thëshin që kasapët, sa atëherë s'kishte frigorifer, kur i metesh mishi, ja qonë të stres vrapnore. Tregtarët e drithit, që ishin sigurisht me rezervë se ashtu ti. Por ajo stres vrapnore jetoi mirë deri nga vitet, deri në luftën e parë, luftën e dytë botnore. Pastaj erdhi koha e Italisë dhe ato përpoqën, mas çlirimit u kriju në shtëpi e fëmijës që thoshte stres vrapnore, që më vonë mori emrin e Melusit. Këti Hallullit, pra. Ai ka qenë hoxh, në kryetar bashkie, por aty duhet shvu edhe emri i Rauf Ficës. Sidoqoftë, ajo luajti rol të madh se ishte jo vetëm stres vrapnore, por edhe shkollë shqipe. Arsimoheshin këto fëmijë që ishin aty. Unë kam njoft një nga Bërxollt, ishte punonte në orkestrën frymore kur ishte i vogël, ku ke marrë shkollë, ka marrë shkollën se kishte met jetim, ai kishte vdekur aty thot, edhe ato më çun që mësova për veglën muzikore që i bi. Pra, shumë kanë dalë jashtë shtetit biles. Profesor, Tirana ka dhe i kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e Shkodrës. Popullsia e Tiranës. Pra e gjithë Shqipëria e mesme, po në përgjithësi kësaj i printe Tirana. Ajo ka qenë, pra, ndoshta lufta më heroike që kanë bërë shqiptarët në historinë e tyre në këto 200 vjet të fundit. Lufta Tirana deri në jo Peqini, po mes Peqinit dhe Rogozhinës, aty maronte vilajeti i Shkodrës, fillonte poshtë vilajeti i Janinës dhe Peqini, Elbasani merrte vilajeti i Manastirit. Me 9 tetor të vitit 1912, Mali Zi i shpalli luftë perandorisë turke. Dhe këtu, pra për Tiranën, Shkodra ishte kryeqytet, pra kryeqyteti i vilajetit. Zemra e shqiptarisë, po. Dhe atë ditë tregojnë ka qenë ditë pazari, tregojnë ato njerëzit e mi. Edhe ka fshatarët atje e quajtën për detyrë me shku me dal, me shku vullnetar. Atëherë Muftiu i Tiranës, jadi doktor Nëroqit, i thotë shkoni disa ditë, 3-4 ditë, dhe pastaj hajdeni. Dhe u bë mobilizimi këtu në Tiranë.
Mobilizimi e bën nuk u përjashtun ato që ishin martu me jetime, ato që ishin të vetëm, ato që pjesa tjetër pra ishin nizamët, ato që i takon të shërbimi ushtarak, redifët, rezervistët, edhe trupët e mbrojtjes popullore që ishte si mas asaj kohe. Vullnetarët. Jo, vullnetarët ishin Mustafëzët dhe gjongullit vullnetarët. Vullnetarët. Dhe Tirana i ka përcjell me muzikë deri ke teqja e Bubullinës aty ku është hygeja sot. Gjithë populli çoi atje. Fshatrat kanë shku me shumicë, edhe qyteti. Bashkë me to, Kavaja. Deri Martaneshi ka pru 14 vullnetarë, pa fut ato. Po kanë ardhur edhe pak nga Skrapari, edhe pak nga zona e Lushnjës. Po Kruja, Tirana, Kavaja, trimat më të mëdha të thonë, i Kavajsit. Edhe kanë luftuar heroikisht atje. Heroikisht. Sigurisht ajo që luftë ku morën pjesë edhe popullsia, pjesa e Shkodrës, qytetarët e Shkodrës, fshatrat e Shkodrës dhe Dibranët. Dibranët kanë përballu me sukses, sidomos në shkurt 4, 5, 6 shkurt kundër reparteve serbe, divizioneve serbe që vishin nga Lezhë për me në Shkodrë. Dhe i kanë trajtuar robët e luftës, jo si që trajton të serbi, po të mamë në mënyrë njerëzore. Po si që takonte. Dhe erdhën këtu me lavdit, pa i rezistun të rrëstojsh 6 muaj, kanë hangër edhe mishkali. Po. Edhe peksimet, unë kam pa në muzeun dikur në Shkodrës, një peksime, që ishte rreth 200 gram, racioni ushtarit në Shkodrë. Për të mjetu. Tashti Shkodra nuk u dorëzu në ashtu si që japin. Lufta parë balkanike kishte marrë fund. Ishte nënshkru paqja. Edhe Malezit, nuk kishte, ardhja Malezit ishte krejtësisht e përkohshme, sepse Shkodra ishte vendosur që të jetë pjesë e Shqipërisë. Dhe kështu të qau të këthyrë. Fatkeqësia e madhe është se Kavaja, Shiaku, Elbasani, Peqini, i kanë të gjithë listat e atyre që luftuan dëshmorëve, Tirana jo. Tirana nuk i ka. Profesor, me që përmenëm këtë listën e dëshmorëve, unë jam marrë pak, kam hulumtuar rreth historisë Tiranës dhe kam gjetë që në për varrezat e Tiranës, çdo lagje, çdo xhami ka pas mezarllëkun, varrezat e veta. Tiranësit e kishin zakon që djemtë e tyre që binin shehid, pra që binin dëshmorë në fushata, shkruheshin emrat e tyre, pavarësisht se nuk i kishin trupat e tyre aty, edhe vendoseshin. Pra, edhe unë kam idenë se këto lista janë humb me shkatrimin e këtyre. I farë, kalën vitet, edhe ka një edhe fillojnë edhe po. kujtohet që kemi bërë ne. Po. Në vitin 1922 filloi prishja e varrezave të lagjeve. Lagjeve. Edhe u vendosën të varrezat e Bajram Kokonozit, që thëmë varret e Bamit. Mi po, i pjesë e madhe e këtyne, metën aty ku ishin, u prishën gjithë gurët e varreve, gjithë epitafet ishin shkruajtur. Edhe nuk u morë vesh se kush është i mirë dhe se kush është i keq. Në vitin kur u prish feja, pjesa e patriotëve të Tiranës ishin në hyrje të varrit Bamit dhe ato u zhdukën. Sepse i pjesë të tyne vishin nga Bejlerët, ata ishin Bejlerët vdek, nuk ishin të rrezikshëm më. Po të deklasifikum. Gjitha. Dhe duke qenë është që Tirana u kthy nga shumicë në pakicë dhe pakicë e parancishme. E persekutume, po. E parancishme humën shumë nga vlerat. Intelektualët Tiranës fillon të persekutohen, ose të lehen në dorë dytë tjetër. Ose edhe pjesë tjetër ishin edhe kolaboracionista. Çfarë thot i pari, do të bëjnë atë punit. Kështu që fatkeqësisht fshatrat, katunet, qafmoll ato i kanë shkruajtur dëshmorët e tyre që kanë luftuar me serbët. Tirana jo. Profesor, dikur kemi përmend bashkë
me këto biseda që kemi bërë, një histori të një hoxhe nga Kavaja që ka marrë pjesë në Po, betejën e... luft, Hoxh Leçini. Po, mund Në ta Shkodër, rikujtoj. ishte Imam Tabor. Ja, harrova emrin, po, Hoxh Leçini, thëshë, e kishte mbi emrin. Pra, ashtu siç ishte vetë ndërtimi i formacioneve ushtarake në atë kohë, që kishte kapelanin katolikët, edhe me pjesa muslimane kishte imamin e batalionit. Ky qëlloj shumë trim, edhe aty ke ura bunës drejtoj një repart të Kavajsëve dhe shpëtoj më pa ardhë pa fut më lazes të ty. Edhe u qujt si shajtar, se dali hoxha Përpara, për para. Mirë, po edhe ju harru. Po normalisht se Pa, periudha e pa. komunizmit pa i fshiu shumë E kështu ishte periudhë vështirë, periudhë shëmtut, kot janë prish lloj objektesh, lloj të marrë pasunitë e kishave, të xhamive, të një tjetër përvetësu. Xhamiat, për shembull, xhamia e Haxhet Embekut ka pas disa shandan prej argjendi. u zhdukur. Shtukur. E Sulejman Pashës po ashtu. Sulejman Pashës po ashtu. Kanë pasur Ajo, vlerë. kisha ortodokse këtu, ke mbrapa pallatit, ka pas thonë që ikonën e parë të Jezu Krishtit tek ajo kish e ka bërë një piktor i madh rus. Edhe është dhurat nga Katerina e Rusisë, Kruthon, nuk e di me çaksi. Ajo bashkë me një epitaf shkruajnë atë, u zhdukën. Mi po do ishin jo vetëm vlera artistike, po vlera historike, i zhdukën ashtu, me sikur kishin e quajtën triumf. Po zhdukjen e Populli, i vetmi popull në botë pa fe që e ka bë vetë gjoja. Po. Dhe diçka që unë mendoj që duhet theksu, për imagjino këto objekte që kanë pasur një histori qindra vjeçare, ndërtohen edhe medreset. Për medreseja e Tiranës te Pazari i Vjetër, është një objekt shumë i vjetër. Pra që pothuajse daton krahas xhamisë së Sulejman Pashës. Pra që një objekt i tillë, pra duhesh mbajt, pra nëse do të ekzistonte perëndim një objekt arsimor 500 vjeçar, pra nuk do të guxonin t'i preknin një gur, kurse neve i hedhim në lanë, domethënë pa asnjë lloj vlere. Jo, kjo që, si me thënë, kombëtare u morë gjithë, shpëtoj ato objektet e kësaj natyre në Jugosllavi shpëtun. Kosovë, në Maqedoni, janë as si preku kush, domethënë, se dhe ato komunista ishin për i qik ma të butë. I shkatërim ashtu për tu. Mirës më kujtohet atëherë dolën edhe fletë rufe të prishet xhamia Haxhet Embeut, objekt i ersinës, objekt obskurantizmi, sepse kur dali shoku Enver, të flasja aty ka xhamin. Edhe i prishet... Mirë po, ata qenë aq të sjut sa që nuk e në gjuhë në zonën që vite nga populli për të prishet, shpëtoje. Pra nuk i intereson në këtë rast, se rastet tjera shfrytëzohen. Kanë prish në Shkodër i shkatërruan të gjitha xhamiat në Shkodër. Në Vat Denjës ishte kish e vetme kishë Shënmaris e stilit roman, rreth 1000 vjeçare. Ardhë sërbët aty koha e mërtërisë bulgare, turqit 500, nuk e nganë. Nuk e preken, po. Dinamitin edhe në emër të popullit. Po, populli ka bërë. Profesorën, du të falenderoj që të kishim këtu mesin tonë, edhe inshallah do të rikthehemi, do të vim edhe herë tjera. Faleminderit juve, edhe aq sa kam mundësi do të... Për të folë për Tiranën, duhet shumë. Tirana është madhështore, Tirana ka emra, ka ngjarje, ka... Ashtu. Edhe, ishte komunitet shumë demokratik aty, sepse komuniteti ortodoks në Tiranë ka qenë me një bashkëjetesë të shkëlqyeshme midis njëri tjetrit. Unë jam dëshmitar vetë,
baba im kishte 2 shok ortodoks. Kur vite Pashka, ne vezë të kuqe, jo vetëm nesh, por shumë familjeve. Vishte Ramazani për iftar, thirrëshin se ishte çështje neri dhe ato Do të vinë, po. pjesë e madhe se pjetarët në Tiranë i kishin ortodoksit. I myllshin për Ramazan. Po. Për konsiderat për të. Këtë dëshmi e kam dëgjuar edhe në Prizren. Në 2003 Myllshin aty. kam qëndruar një farë Nuk dilshin me cigare nga dyqani, në rrugë, po. Edhe në Prizren, në kohën e Ramazanit, pavarësisht se këto dyqanet, pjetorët, kafehanët, në përgjithësi shumica kontrolloheshin nga popullsi jo muslimane, serbët kryesisht, edhe mirë po për hatër të agjëruesve mbylleshin. Edhe këtu, Duhani nuk bihesh publikisht. komuniteti katolik. Komuniteti është një 4-5 familje, mirë po. Që të bëhesh kish, duhet kishte një standard, si më thënë, jo më pak se 10 familje. Mirë po këtu në atë kohë kishte një 5-6 familje. Do shtu numre. Prifti vite i herë në mujt nga Durrësi, edhe bëjtë meshta një nga të shpite këty në Jakova. Për dite rrugës ke lumi ke proj i aty në Kashar, vishiu math që të umit, edhe u vendos të shti që të kryohet një qel, një kish e vogël këto në Tiranë. Dhe të rtrullin e kishës e dhurun muslimant. Ato klest, një 2-3 familje. Kazasta ato që në të qendër. Edhe u bë, edhe qelën ku të rrishte prifti, edhe, dhe më thënë, ndërtimi i saj ka qenë, me vërtet popullë kanë kontribut gjithë ndërtimin e kishës. Dhe ishte kishë historike shumë e vogël, po shumë e bukur, që e prishën. U zhduk edhe ajo. Zhduk në faqe edhe jotë. Profesor, ishte kënaqësi që të kisha. Rosh. Shumë faleminderit.